Horoskopi ditor, e Mërkur, 26 shkurt 2026. Dashi. Sot thekson zbulimin e mundësive të reja. Kozmosi ju inkurajon të kërkoni risi dhe përvoja që shtyn kufi. Komunikimi shkëlqen duke ndihmuar në shprehjen e ideve inovative të figurat me ndikim. Profesionalisht është një moment i shkëlqyer për ndarjen e koncepteve të guximshme. Dinamizmi juaj është ngjitës, sigurohuni që të kanalizohet në mënyrë konstruktive. Në marrëdhëniet personale mund të hasni informacione të papritura që kërkojnë një mendje të hapur. Nëse jeni beqar, një perspektivë e freskët mund të çojë në lidhje emocionuese. Nga ana shëndetësore, nivelet e energjisë janë të larta, por ekuilibri është çelësi. Konsideroni të provoni një stërvitje të re për të ruajtur entuziazmin. Financiarisht, marrja e rreziqeve të përgjegjshme mund të japë rezultate. Kushtojini vëmendje nxitjeve intuitive, pasi ato mund t'ju udhëheqin në mënyrë efektive drejt vendimeve të dobishme. Qëndroni të adaptueshëm dhe qëndroni të hapur ndaj mundësisë që devijimet e papritura mund të çojnë në destinacione të dobishme. Përqafojeni këtë ditë si një trampolin për arritjet e ardhshme duke i parafruar qëllimet me qëllimin e vërtetë. Demi. Universi ju shtyn drejt vetanalizës sot. Reflektimi mbi angazhimet aktuale lejon qartësi dhe siguron përputhje me vlerat tuaja. Profesionalisht, vlerësoni rrugën tuaj dhe merrni në konsiderat rregullime të vogla për përfitime afatgjata. Sot favorizon përmirësimin e aftësive tuaja. Sa i përket marrëdhënieve, është e dobishme të shprehni vlerësim, pasi duke vepruar kështu forcohen lidhjet. Komunikimi i hapur hap rrugën për të zgjidhur çdo keqkuptim të mbetur. Beqarët mund të gjejnë ngushëllim në meditim të qetë, me epifani rreth dëshirave të ardhshme që dalin në sipërfaqe. Financiarisht, miratimi i një qasje praktike ndihmon në arritjen e stabilitetit. Buxhetimi i vetëdijshëm sot vendos themelin për përpjekjet e ardhshme. Sa i përket shëndetit, merrni në konsiderat eksplorimin e praktikave të vetëdijes që promovojnë mirëqenien mendore së bashku me shëndetin fizik. Rritni kreativitetin përmes ndjekjeve artistike, duke ofruar relaksim dhe frymëzim. Besojini instinkteve tuaja në lidhje me vendimet e rëndësishme dhe mbani mend se durimi është një virtyt. Duke përqafuar këto njohuri, ju përmirësoni rritjen personale dhe profesionale pa probleme. Binjakët. Dita ofron ndërveprime të gjalla shoqërore, duke nxjerrë në pah kuriozitetin tuaj të lindur. Rrjedhëzimi rrit perspektivat profesionale ndërsa bisedat angazhuese sjellin njohuri. Përqafoni shkathësinë, një qasje fleksibile hap dyer që nuk i kishit marrë në konsiderat. Përpjekjet bashkëpunuese fitojnë vrull, duke çuar potencialisht në zgjidhje inovative. Në çështje të zemrës, sinqeriteti formon gurthemelin e lidhjes. Cenueshmëria mund të forcojë lidhjet me të dashurit, hapja juaj vlerësohet. Beqarët mund të hasin perspektiva simpatike në mjedise të papritura. Financiarisht, jepni përparësi kujdesit të duhur, duke u siguruar që blerjet spontane të mos prishin planet fiskale. Shëndeti juaj përfiton nga ekuilibri, përfshini aktivitetet si të mendjes ashtu edhe të trupit në rutinën tuaj. Shmangni lodhjen duke mos u angazhuar shumë. Kanalizoni energjinë në rrugë krijuese, duke ushqyer si relaksimin ashtu edhe frymëzimin. Angazhohuni në diskutime me besim, duke e ditur se mendimet tuaja kanë vlerë. Kjo ditë nënvizon rëndësinë e përshtatshmërisë në rritje dhe sukses, ndërsa lundroni në arena të ndryshme me kujdes. Gaforja. Sot përqendrohet në balancimin e jetës personale dhe profesionale. Natyra juaj e kujdesshme bëhet një aset i fuqishëm në nxitjen e punës në grup. Kolegët mund të kërkojnë veshin tuaj empatik, përdoreni këtë për të rritur bashkëpunimin, duke gjetur harmoni në qëllimet e përbashkëta. Angazhimi i plot në projekte krijuese gjithashtu përfiton rritjen tuaj. Në shtëpi, krijoni një hapësirë të qetë për relaksim. Marrëdhëniet lulëzojnë kur dëmshuria udhëheq, gjestet e përzemërta forcojnë lidhjet. Nëse jeni beqar, dalja nga zona juaj e rehatis mund të çojë në lidhje të thella, prandaj qëndroni të hapur ndaj takimeve të reja. Financiarisht, prioritizoni sigurinë duke rivlerësuar angazhimet e vazhdueshme. Investimet në rritjen personale, siç janë kurset ose punëtorit, japin kthime të shpërblyera. Nga ana shëndetësore, kujdesi për mirëqenien tuaj emocionale dhe fizike është thelbësor. Praktikat holistike si yoga ose meditimi sjellin ekuilibër.
Mos harroni të merrni kohë për veten tuaj, siguroni qëndrueshmëri në të gjitha fushat. Besojini intuitës suaj ndërsa ajo ju udhëzon sot, dhe duke ruajtur këtë ekuilibër, ju rrisni kënaqësinë e përgjithshme. Luani. 26 shkurti sjell një rritje të kreativitetit, duke e bërë atë një ditë ideale për të shfaqur talentet. Karizma juaj tërheq vëmendjen në mjediset profesionale, duke hapur dyert për mundësi leadershipi. Besimi është çelësi, prandaj shprehni idetë me siguri. Përpjekjet bashkëpunuese mund t'ju bëjnë të shfaqeni si motivues, duke çuar projektet përpara me entuziazëm. Marrëdhëniet kërkojnë një qasje mbështetëse, ngritja e të dashurve nxit lidhje më të thella. Beqarët duhet t'i besojnë magnetizmit të tyre në situata shoqërore, pasi sharmi është veçanërisht i fuqishëm tani. Financiarisht, planifikimi i kujdesshëm hap rrugën për prosperitet. Konsideroni diversifikimin e investimeve ose rishikimin e buxheteve për të siguruar rritje në të ardhmen. Shëndeti përmirësohet me ndjekje aktive, kanalizoni energjinë në rutinat e fitnessit që ndezin pasionin. Balanconi vendosmërinë me dhemshurinë, duke njohur fuqinë si në forcë ashtu edhe në mirësi. Duke ushqyer shpirtin tuaj konkurrues, potenciali i sotëm për përparim shumë fishohet. Përqafoni çdo shans për të shkëlqyer autentikisht dhe me fokus, ju manifestoni përparime të rëndësishme në përpjekje të ndryshme. Virgjëresha. Fokusi i sotëm është te efikasiteti dhe organizimi. Trajtimi optimal i detyrave lejon hapësirë për analiza dhe rregullime të thella. Në punë, vëmendja juaj ndaj detajeve rrit reputacionin dhe ndërton besim midis kolegëve. Projektet e ekipit përfitojnë nga qasja juaj metodike, prandaj ndani njohuritë tuaja hapur. Jeta personale kërkon një këndvështrim pragmatik, marrëdhëniet edukuese bëhen më të forta kur partnerët mbështesin qëllimet e njëri tjetrit. Rivlerësoni prioritetet duke siguruar përputhje me dëshirat personale. Angazhohuni në dialogje konstruktive, pasi këto ofrojnë mundësinë për mirëkuptim të vërtetë. Beqarët mund të gjejnë lidhje në mjedise stimuluese intelektuale. Financiarisht, strategjitë e kujdesshme mbrojnë nga shpenzimet e paparashikuara. Rishikoni planet e kursimit për të konfirmuar përputhjen me objektivat e ardhshme. Nga ana shëndetësore, qëndrueshmëria është çelësi, mbani rutinat që mbështesin mirëqenien mendore dhe fizike. Duke përfshirë kreativitetin në ushtrimet e relaksimit, ju ushqeni vetdijen. Në përgjithësi, theksi i sotëm në planifikimin e saktë i shndërron pengesat në trampolin të menaxhueshëm. Peshorja. Harmonia dhe ekuilibri janë në qendër të vëmendjes sot, duke ju tërhequr natyrshëm në situata që kërkojnë aftësi diplomatike. Profesionalisht, aftësia juaj për të ndërmjetësuar pikpamjet kontradiktore rezulton e paçmuar në mjediset bashkëpunuese, duke forcuar qëndrimin tuaj si një antar i besueshëm i ekipit. Projektet e përbashkëta lulëzojnë me ndërhyrjen tuaj, duke mundësuar harmonizimin drejt qëllimeve të përbashkëta. Jeta dashurore lulëzon në një ndikim të tillë, kanalet e hapura të komunikimit forcojnë lidhjet emocionale. Beqarët përqafojnë mundësitë shoqërore që inkurajojnë biseda të sinqerta. Lidhjet e mundshme mund të evoluojnë në marrëdhënie kuptimplote. Financiarisht, përqendrohuni në stabilizimin e burimeve përmes buxheteve të balancuara. Zgjedhjet e qëllimshme sigurojnë rritje të qëndrueshme. Nga ana shëndetësore, jepni përparësi qetësisë mendore së bashku me vitalitetin fizik, teknikat e relaksimit rimbushin shpirtin tuaj. Angazhimi në dalje krijuese nxit gëzimin dhe balancon stresin. Në lundrimin në rrethana që kërkojnë qartësi të qetë, besoni mençurisë suaj të lindur. Duke kultivuar sipaqen e brendshme ashtu edhe lidhjen e jashtme, përqafojeni këtë ditë si një kanavas për nxitjen e ekuilibrit transformues. Akrepi. 26 shkurti ushqen ndjenjen tuaj të vendosmërisë. Ambicjet përputhen me veprimet, duke premtuar hapa të rëndësishëm në ndjekjet profesionale. Shfrytëzoni intensitetin e fokusuar për të synuar aspiratat afatgjata. Natyra juaj hetuese zbulon mundësi të fshehura të anashkaluara më parë, duke shtuar thellësi në strategji. Përqafoni bashkëpunimin, por qëndroni të kujdesshëm në partneritete, duke i konsideruar me kujdes qëllimet. Marrëdhëniet lulëzojnë përmes transparencës, dobësitë e përbashkëta nxisin besimin. Beqarët mund të hasin ndërveprime të thella, duke paraqitur potencial të paparashikuar. Financiarisht, vendimet e mençura nxisin sigurinë. Tani është një kohë e shkëlqyer për të rivlerësuar investimet ose për të kërkuar këshilla nga ekspertët.
Nga ana shëndetësore, monitoroni mirëqenien emocionale, kanalizoni vetë analizën në aktivitete që promovojnë qartësinë mendore dhe qëndrueshmërinë. Vitaliteti fizik lulëzon kur rutinat përfshin shumëllojshmëri, eksperimentoni me ushtrime të ndryshme. Përqafoni mundësitë transformuese që sfidojnë zonat e rehatisë pa frikë. Përshtatshmëria është aleati juaj, duke mundësuar lundrim të këndshëm përmes mjediseve dinamike, duke siguruar rritje në çdo fushë ku përpjekja takon qëllimin. Shigjetari. Eksplorimi dhe zgjerimi janë temat e sotme. Kurioziteti ju shtyn drejt territoreve të panjohura, intelektualisht dhe fizikisht. Profesionalisht, kjo mendësi inkurajon përqafimin e projekteve të reja ose kërkimin e njohurive shtesë për të nxitur progresin. Inovacioni i jep hiesh ndjekjeve tuaja dhe ndarja e vizioneve me bashkëmoshatarët kultivon sinergji. Dëgjoni dhe mësoni duke integruar perspektiva të ndryshme në qasjen tuaj. Marrëdhëniet përfitojnë nga aventurat me zemër të hapur, përvojat e përbashkëta forcojnë lidhjet. Nëse jeni beqar, qëndroni optimist për lidhjet në rritje që mund të lulëzojnë në romancë. Financiarisht, vlerësoni burimet në mënyrë metodike, duke marrë parasysh marrjen e rreziqeve brenda arsyes. Diversifikimi i investimeve është premtues. Shëndeti lulëzon kur zëvendësoni rutinën me spontanitet, aktivitetet në natyrë ripërtërin entuziazmin. Balanconi stimulimin mendor me kohë të bollshme relaksimi. Përputhni energjit me qëllimet për rritje personale, duke pranuar se hyrja në të panjohurën mund të sjellë ndriçim. Besojini udhëzimit të brendshëm gjatë gjithë udhëtimit të sotëm, ndërsa ushqeni aspekte të jetës suaj që kërkojnë zgjerim dhe evolucion të gëzueshëm. Britsjapi. Sot thekson guximin dhe pragmatizmin. Përpjekjet në karrierë janë të përshtatshme për forcimin e themeleve, prandaj përqendrohuni në konsolidimin e arritjeve. Vëmendja ndaj detajeve minimizon gabimet, duke siguruar progres të qëndrueshëm. Leadershipi juaj vlerësohet, ata përreth jush e vlerësojnë stabilitetin dhe qartësinë në drejtim. Ndani vizionin tuaj me besim, duke vendosur objektiva të qarta për zhvillimin e ardhshëm. Përpjekja e vazhdueshme në marrëdhënie ushqen besim dhe raport më të thellë. Komunikoni hapur, duke shprehur mirënjohje për mbështetjen e ndërsjellë pasi forcon lidhjet. Beqarët mund të gjejnë lidhje të besueshme brenda mjediseve praktike. Vendimet financiare përfitojnë nga shqyrtimi i kujdesshëm, harmonizoni shpenzimet me prioritetet për të ruajtur sigurinë. Shëndeti përmirësohet me disiplinë, theksoni stërvitjet që nxisin qëndrueshmëri dhe vitalitet. Rutinat e vazhdueshme promovojnë ekuilibrin. Besojini qasjes suaj të strukturuar me sfidave, duke gjetur zgjidhje kudo që përgjegjësia takon inovacionin. Sot, zbatoni strategji metodike për të kultivuar përmbushjen afatgjat, duke shfrytëzuar stabilitetin si gur themelin e suksesit dhe kënaqësisë së qëndrueshme. Ujori. Originaliteti dhe inovacioni përcaktojnë 26 shkurtin. Profesionalisht, është një ditë për të thyer konventat, duke lejuar që idetë vizionare të zënë vend në qendër të vëmendjes. Ndani konceptet me besim, duke integruar reagimet për rafinim. Perspektiva juaj inkurajon të menduarit transformues, duke i çuar bashkëmoshatarët drejt rezultateve dinamike. Angazhohuni në përpjekje bashkëpunuese të cilat ftojnë eksperimentimin dhe nxisin kreativitetin. Në një nivel personal, marrëdhëniet përfitojnë nga spontaniteti, përqafoni ndjekjet e përbashkëta jo konvencionale që frymëzojnë lidhjen. Beqarët mund të hasin perspektiva interesante në skenar të papritur. Financiarisht, llogaritni sipërmarrjet me mençuri, duke balancuar aspiratat krijuese me planifikimin realist. Nga ana shëndetësore, eksploroni përshtatjet e stilit të jetës që pasqyrojnë idealet personale, merrni në konsiderat qasjet që promovojnë si aktivitetin fizik ashtu edhe angazhimin intelektual. Balanconi vetmin dhe komunitetin, duke njohur fuqinë e vizionit të përbashkët. Dëgjoni nxitjet intuitive dhe lejojini ato të udhëheqin eksplorimet tuaja. Përqafoni një ditë që feston diversitetin, duke përdorur qasjen tuaj dalluese si një katalizator për rritje dhe transformim në sfera të shumta. Peshqit. Lejoni që intuitat ju udhëheq sot ndërsa lundroni në territore të njohura dhe misterioze. Profesionalisht, zgjidhjet krijuese lindin kur përqafoni fuqinë tuaj imagjinative, duke i kthyer sfidat në mundësi për shprehje. Puna në grup përfiton nga njohuritë tuaja empatike, duke nxitur unitetin dhe progresin. Komunikoni hapur për të ndarë vizionet. Marrëdhëniet lulëzojnë me vëmendje emocionale,
momentet romantike çojnë në kujtime të qëndrueshme. Beqaret mund të gjejnë lidhje shpirtërore në mjedise të qeta, besoni instinkteve tuaja. Financiarisht, qartësia vjen nga analiza e detajuar, sigurohuni që vendimet të pasqyrojnë konsiderat të menduar mirë. Ndani burimet me mençuri, duke u përqendruar në prioritetet që rezonojnë me aspiratat e ardhshme. Shëndeti përfshin ushqyerjen e mirëqenies holistike, përfshini praktikat meditative për të ruajtur paqen e brendshme. Pranoni periudhat introspektive si shanse për zbulim personal, duke rritur rezistencën shpirtërore dhe emocionale. Besojini ëndrave tuaja si burime të mençurisë së thellë. Ndërsa harmonizoni intuitën me veprimin, 26 shkurti ofron potencial të pasur për rritje, duke lejuar që vetë dhe mshuria të udhëheqë çdo vendim të marrë. Nëse ju pëlqeu kjo video mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja. Për ju një like nuk kushton asgjë, për ne është një ndihmë e madhe.